Luani. Dashuria. Për luanin bujar, dashuria në nëntor shkëlqen si një diell vjeshtë, i ngrohtë, i artë dhe qetësues. Në marrëdhëniet e dashurisë së luanit, pasioni përzihet me një ëmbëlsi të re. Nëse jeni në një lidhje, do të kuptoni sa shpërblyese është ta bëni të dashurin tuaj të ndihet i veçantë, një kompliment i sinqert, një dhuratë surprizë ose organizimi i një mbrëmjeje vetëm për ju të dy do të ringjallë flakën e bashkëpunimit. Zemra juaj besnike ka kaq shumë për të dhënë dhe këtë muaj do ta demonstroni atë me gjeste konkrete dhe të dashura. Nëse jeni beqar, shkëlqimi juaj natyror do të tërheqë vëmendjen kudo që të shkoni. Mund të takoni dikë në një event shoqëror ose festë, ku buzëqeshja juaj magnetike do të lërë menjëherë përshtypje. Apo kërkoni një dashuri që ju admiron apo dikë që ju kupton vërtet? Yjet sugjerojnë të jeni autentik, pa pasur nevojë të dukeni gjithmonë të fortë dhe të përsosur. Në dashuri, këshilla praktike është të lini vend edhe për tjetrin. Dëgjoni atë që dëshiron partneri ose i dashuri juaj i ri dhe do të zbuloni se ndarja e vëmendjes e bën lidhjen edhe më intensive dhe autentike. Shëndeti. Luan, vitaliteti juaj është i lartë dhe ngjitës. Këtë muaj, ndjeni energjik si një rrezë dielli në një qiell të kthjellët. Shfrytëzoni këtë energji pozitive për të kujdesur për veten në një mënyrë krijuese dhe argëtuese. Ushtrimet janë thelbësore për një shenjë zjarri si e juaja. Mund të provoni aktivitete që kombinojnë ushtrimet dhe rekreacionin, siç janë një klasë vallëzimi, sporte ekipore me miq, apo edhe thjesht shëtitje të gjata duke dëgjuar muzikën tuaj të preferuar. Vetëm keni kujdes të mos e teproni për shkak të entuziazmit tuaj. Jepini vetes një pushim her pas here, sepse edhe një luan ka nevojë për pushim në hije. Mbani një dietë të ekuilibruar, por mos e privoni veten nga kënaqësitë e vogla të tryezës që ju bëjnë të buzëqeshni. Mirëqenia juaj shtrihet edhe në mendjen tuaj. Kushtojini kohë një hobi krijues që ju lejon të shpreheni lirshëm. Këshilla ime për shëndetin për ju është të festoni trupin dhe kreativitetin tuaj. Alternoni momente aktiviteti intensiv me momente relaksimi total, ndoshta me pak meditim ose një masazh. Me këtë rutinë harmonike, do të jeni rrezatues, të fortë dhe të qetë deri në fund të muajit. Puna. Profesionalisht, nëntori jep një shtys aftësive tuaja. Suksesi profesional për luanët nxitet nga vetbesimi dhe karizma juaj e lindur. Këtë muaj mund ta gjeni veten në qendër të vëmendjes në një projekt të rëndësishëm. Ndoshta do t'ju besohet roli i udhëheqësit të ekipit ose do t'ju kërkohet të paraqisni një ide para një audiencë të madhe. Mos u friksoni nga përgjegjësia, sepse keni atë që duhet për të shkëlqyer. Megjithatë, mbani mend se një udhëheqës i vërtet nuk ka nevojë të dominojë, ai ose ajo di gjithashtu si t'i vlerësojë ata përreth tij ose saj. A mund ta njihni vlerën e bashkëpunëtorëve tuaj aq sa tuajën? Përqafimi i ideve të mira të tjerëve dhe puna si ekip do të krijojë një mjedis më harmonik dhe rezultate edhe më të mira. Nëse jeni duke kërkuar një punë, qëndrimi juaj pozitiv dhe vetbesimi do të jenë kartat tuaja të forta gjatë intervistave ose takimeve profesionale. Si një këshill praktike, mbani premtimet tuaja. Nëse keni premtuar të arrini një qëllim deri në fund të muajit, organizoni aktivitetet tuaja për të nderuar atë angazhim. Reputacioni juaj do të shkëlqejë edhe më shumë kur të tregoni besueshmëri, si dhe talent. Marrëdhëniet shoqërore dhe koha e lirë. Jeta shoqërore e luanit në nëntor është e gjallë dhe e përmbushur, pothuajse aq e gjallë sa skena teatrale ku luan shpesh. Marrëdhëniet shoqërore ju sjellin gëzim dhe ju lejojnë të shprehni natyrën tuaj të gjallë dhe bujare. Gjatë kësaj periudhe, ju mund të jeni ai që i bashkon njerëzit, organizoni mbrëmje argëtuese, propozoni dalje në grup apo edhe udhëtime të shkurtra jashtë qytetit për të kaluar kohë në shoqëri të mirë. Miqt vlerësojnë ngrohtësinë që sjell në çdo takim dhe aftësinë tënde për t'i bërë të gjithë të ndihen të rëndësishëm. Thjesht mbaje nën kontroll krenarinë tënde, nuk ka nevojë të drejtosh çdo bisedë ose të kesh fjalën e fundit për gjithçka. Duke dëgjuar me kujdes historitë të tjerëve, do të zbulosh anë të reja të njerëzve përreth teje dhe do të ndihesh edhe më i lidhur me ta. Një ftesë e papritur për një ngjarje joshse ose për të marrë pjesë në një projekt kolektiv krijues mund të vijë, pranoje pa hezitim, pasi këto do të jenë mundësi për argëtim dhe rritje personale. Këshilla juaj shoqërore është të përdorni dritën tuaj për të ndriçuar edhe mbi të tjerët. Jepini një kompliment të sinqert një miku, ndihmo dikë të shfaq talentin e tij.
Duke vepruar kështu, rrjeti juaj i marrëdhënieve do të jetë një burim i pashtershëm dashurie, besnikërie dhe kënaqësie të përbashkët. Mbyll muajin me sukses. Ky nëntor ju mëson artin e shkëlqimit me të tjerët. Qëllimi juaj, luan, është të gjeni një ekuilibër midis nevojës për të admiruar dhe nevojës për të dashur autentikisht. Ju keni udhëhequr, krijuar dhe dhënë kaq shumë në këtë javë. Tani mund të shikoni prapa me krenari për lidhjet e forta që keni krijuar dhe qëllimet që keni arritur. Mbajeni këtë mësim për ulësie dhe bujarie me veten në të ardhmen. Edhe një mbret ka nevojë për popullin e tij, dhe ju e keni provuar veten si një sundimtar i sigurt dhe një shok besnik. Përfundoni muajin duke u ndjerë vërtet i dashur dhe i respektuar për atë që jeni, jo vetëm për imazhin që projektoni, dhe do të zbuloni se duke ndarë skenën e jetës, drita juaj shkëlqen edhe më shumë.